përse se e sollët ju këtë, përse politika u bë më e ngurtë dhe degradoi edhe si kualitete, edhe si figura, ose e kam unë gabim, po ky parlament sot është sinqerisht krahasu edhe me parlamentin në 92-shit që vishin nga komunizmi, gjithë pjesa. Prit se ky që do vi do jetë më keq. Ky që do vi do jetë më keq, më keq, po. Sepse lidhet me atë që është qartësisht sfiduese për opinionin publik, paktën për ju dhe për mua që kujtoj mirë kohën e komunizmit, me mungesën totale të demokracisë, sidomos demokracisë brendshme të partive, pasi partitë u shkatërruan, me marrëveshjen e 2008-s, e cila pastaj her pas here është ripërsëritur. Ne sot aktualisht zgjedhim vetëm këta kryetarët e bashkive, por edhe ata pasi ka caktuar partia. E vetmja ndryshim është në kohën e komunizmit, se atëherë kishte votime. Në kohën e komunizmit ne zgjidhnim kryetarin e komitetit ekzekutiv, ata përfaqësuesit në Kuvendin Popullor në atë kohë të Frontit Demokratik që ishin, domethënë që para të kishte një parti, kurse sot ka 2 ose pak më shumë parti, por pastaj janë kryetarët e partive, të cilët vendosin, kryetarët e partive nuk zgjidhen më, pam edhe për shembull një teatr të rikthimit të Berishës që dije që kjo gjë do ndodhte, domethënë që. Dhe pastaj pam këtë teatrin e fundit, i cili ishte qesharak, i atyre një antar një vot i primareve në PD, ku na lë pak këtu Ilir. Ku të gjithë njerëz shiko, do të them një gjë, përse unë nuk kuptoj përse. Unë e prisja që do të ndodhte ashtu, sepse duke njohur Berishën, cilën dhe ju e njihni shumë mirë, përse ai e bëri këtë, që të bëj primare dhe i shkeli pastaj të bëri prapë si desh. Jo, çfarë ka menduar se kjo diskrediton? Kjo nuk je pikë. Jo, po s'ka lidhje. Kjo shkon në vazhdën, shiko, kjo punë kërkon emocion. Kjo shkon në vazhdën e asaj që ka ndodhur në 2008. Pra, çështja është e kisha pyetje, ka mundësi ta sqaroni 2008-ën dhe gjithë marrëveshja që për një reformim që u bë para pak kohësh, kodi zgjedhor, marrëveshjen e Rama Berisha. Ja do ta sqaroj. Në 2008 më fal që po të pres prapë, sepse shumë politikanë nuk janë gjendje që janë në parlamente edhe nuk janë gjendje të përgjigjen këtij kodi. Unë për vete nuk e kam qartë, më krijon konfuzion. Ja do ta shpjegoj me fjalë thjeshta. Në 2008 praktikisht u vendosën që kryetarët e partive, të cilët deri në atë moment ishin lidera primus inter pares, sepse gjenin her pas here dhe personazhe të cilët futeshin në parlament se votoheshin në zonën që ishin, se ne kishim sistem magjoritar. Berisha gjeti shumë shpesh belan me njerëz të tillë si ose Majdari ndjes pas, apo figura të tjera të cilët e kundërshtonin Berishën brenda partisë, por pastaj shkonin merrnin votat në popull. Edhe ai nuk mund t'i nxjerrte. E kundërshtonin Berishën brenda partisë? Po, ka pas shumë zëra që kundërshtonin Berishën brenda partisë. Do t'ju kujtoj zgjedhjen e presidentit Topi. Zgjedhja e presidentit Topi u zgjedhën rreth 20, u bën rreth 20 deputet, cilët i bën një shumicë bllokuese Berishës në parlament.